Duket se jo vetëm Amerika festoi 250 vjetorin e themelimit të vendit të shtunën. Pamjet të shpërndara në rrjetet sociale tregojnë një shfaqje me dron mbi urën e famshme Rainbow Bridge në Tokyo, kryeqytetin e Japonisë. Një nga skenat e shfaqjes përfshinte një portret të presidentit Donald Trump së bashku me kryeministren e Japonisë, Sakae Takaichi, ndërsa fishek zjarret shpërthenin pranë. Dyshja kanë zhvilluar një marrëdhënie të ngushtë që prej tetorit 2025, kur Takaichi mori drejtimin e qeverisë japoneze. Sipas gazetës së madhe japoneze The Mainichi, Trump tha në samitin e G7-s se Takaichi ishte fansja më e madhe e tij. Japonia po bën shumë mirë, tha Trump në një konferencë për shtyp pas samitit muajin e kaluar, sipas raportimit të medias japoneze. Duhet I telefononi asaj dhe ta pyesni, ajo mendon se unë bëra një punë të shkëlqyer. Përndryshe, ajo po bën një punë shumë të mirë.